qëndrimet e mia, bravo, dhe qëndrimet e mia dhe disa veprime të mia qëndrojnë për të njëjtën arsye. Pse dua unë? Nuk dua unë. Po normal, ose linë është loj këtu. A kupton, nuk dua unë, po ama... është situata e tij. Bravo, super. Është situata e tij, e di shumë mirë. Unë kam një favor që me ty kuptohem... Bravo, pse... Kristi, nuk vite do të para një javë thoshte mua, Mateo, ka qef ty. A kupton? Të gjitha që... Unë e di që janë lëvizje shumë të mirë menduara. Edhe unë do i provokoj këto. Do i provokoj të sofën që do thojnë, a kupton? Ti e din se që të kam unë ty. O Greta, unë nuk e dyshoj fare nëse më me. Dhe unë prandaj mundohem të rri sa më larg, që se unë duke ndonjër ty larg, dhe këto thonë ju jeni trekëndësh. Jo, më të ri unë afër dhe tulemi në përcipa dhe të bëjmë diskutime. Kështu që prandaj e kam qëndrimin. Jo, dhe unë gjithashtu, sepse secili ka ato. Ama, nëse këta e mendon në krevatit atë dite. Super, dhe i bëjmë atë krevatin atë dite, më doli kjo këtu. Të thash 1000 herë që unë nuk është se dua, po dua dal mirë para mirit, kaq. Patjetër. Çështja ime. Patjetër. Normal, se ai po pra keni zgjedhë këtë lojën që të ndihmoni njëri tjetrin. Që të dalë Monika dhe thojë nuk është mirë, po është Selin. Kjo është arsyeja që unë zëm mirë. Po. Puna ime si e bëj? Patjetër. A bjen konsensus me mirin apo jo? Po tjetër, e di, ja. Si është nejse, se cili ka mendimet e veta, normalisht, por